Lindja mesme është sërish në prag të një përshkallëzimi të rrezikshëm vetëm pak ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani firmosen një memorandum për uljen e tensioneve, armët kanë folur sërish. Gjatë natës, ushtria amerikane goditi 10 objektiva ushtarake iraniane, përfshirë depo armësh dhe sisteme të mbrojtjes ajrore pranë ngushticës së Hormuzit. Sipas komandës qendrore amerikane, sulmet ishin përgjigje ndaj sulmeve të fundit iraniane në rajon. Por reagimi i Teheranit nuk vonoi. Irani lëshoi raketa drejt bazave amerikane në Kuvajt dhe Bahrein, ndërsa autoritetet në Bahrein kanë njoftuar se kanë neutralizuar disa raketa dhe dron iranian. Presidenti amerikan Donald Trump dërgoi një tjetër mesazh të fortë ndaj Teheranit, duke deklaruar: Irani nuk mëson kurrë, po të donim, Irani nuk do të ekzistonte më. Gara tjetër, Garda Revolucionare Iraniane paralajmëroi se bazat amerikane në rajon do të përjetojnë sipas tyre një ferr të vërtet në ditët në vijim. Ndërkohë Irani ka njoftuar se do të mbajë nën kontroll të plot ngushticën e Hormuzit për 30 ditët e ardhshme, duke rritur frikën për një krizë të re që mund të ndikojë jo vetëm lindjen e mesme, por edhe tregjet globale të naftës. Apo shembet marrëveshja e paqes përpara se të hyjë në fuqi, orët e ardhshme mund të jenë vendimtare për fatin e rajonit dhe përballjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.